Përshëndetje, thot, a lejohet me u fal me çerpik të mbjellur? Përshëndetje. Të çështja e çerpikëve, çerpikët konsiderohen pjesë e flokëve, të çimeve të trupit. Mendoj që ka dallim prej thojve të mbjellur, çerpikët e vendosur, na themi parimisht mos me I vendos këta çerpikët. Por nëse veç dikush I ka vendosur, nëse ka pas abdes, atëherë bën me u fal me çata abdes. Nëse s'ka pas abdes, unë mendoj që vendosja e çerpikëve nuk di, po mendoj e pengon, domethënë këtu vinjet si pengesë, e pengon depërtimin e ujit te pjesa e synit. Nëse jam gabim, le të më shpjegojnë ato motra të cilat janë eksperte në mbjelljen e këtyne, inshallah Allahu ja mundson mu largu për kësaj pune sa më shpejt, e me punu diçka më halal. Nëse nuk pengon në depërtimin e ujit, domethënë tek syt, atëherë themi për namaz nuk ka problem, edhe për abdes nuk ka problem. Por ka problem si shtojt, sepse mi shtu flokët, I ki flokët, domethënë një plam tash, mi shtu flokët është haram. Edhe mi shtu çerpikt, mendoj që të dyjat janë të njëjta, sigurisht te flokët, prandaj diçka më mirë. Hiç mos I vën çerpikt. Çështë ka fal Zoti rre.